Pyetje konkrete. Kush mendoni që do të bënte më mirë punën e Ministrisë së Infrastrukturës? Balluku apo Jorida Tabaku? Shiko, Unë personalisht mendoj që për atë mënyrë si është jetë, për mënyrën se si flet në parlament, për gjithë atë, është më mirë Tabaku. Shiko, është thua më mirë Tabaku. Apo, shikoj që, jo, e kam fjalën që në këtë pikë, shikoj që se Berisha është 30 ca vjeç, po e kam fjalën këtu, në këtë pikë, prit ta mbaroj se nuk e mbarova. Në këtë pikë, PS-ja nuk ka më burime njerëzore. Vendosi drejtor të portit Durrësit një 24 vjeç. Po se nuk ka të bëj për s'ka burime brenda interesave. Ka çuna e djem të rinj plot. Jo që ka. Ku ka djem të rinj? Po ka sa si ai 24 vjeç në drejtor sportin e Durrësit. Apo ambasador. Po tu s'lën klanet brenda partive. Partitë janë me klana. Zëgjinen, mo. Nuk si pëndot ti, të esësh shkallëve. A e keni parasysh që nivelli ka pësë apo jo? Është e votuar, është oratorë. Në partitë opozitare, për shumë, ti ke zonë të bakë është goxha mirë. Ke rasin e po themi Ilir Ali Mehmeti që mund dali pasaj deputetet e tjerë është shumë i mirë. E tjerë, ke plot. Ndërkohë që në PS nuk ja vëndot ishte mirë.